Ruani qetësinë dhe mbani para kesh për 72 orë. Banka Qendrore Evropiane mesazh qytetarëve. Para kesh sipas BQE, Banka Qendrore Evropiane nuk duhet të zhduke, në fakt luajnë një rol kyç në kriza. Nuk është rastësi që në një artikull me titull emblematik "Ruani qetësinë dhe mbani para kesh" të lidhur me buletinin ekonomik, Banka Qendrore Evropiane i përcakton kartmonedhat si një komponent thelbësor i përgatitjes kombëtare për kriza që i shërben jo vetëm nevojave individuale, por edhe kontribon në qëndrueshmërinë më të gjerë sistemike. Rekomandimi është që gjithmonë të mbani një shumë parash në shtëpi, të mjaftueshme për të mbuluar nevojat thelbësore për afërsisht 72 orë. Studimi më pas rekomandon një shumë parash kesh midis 70 dhe 100 eurove për secilin antar të familjes. Këto rekomandime janë lëshuar tashmë nga disa qeveri europiane, nga Hollanda në Finland deri në Austri. Një punim i cili analizon qarkullimin e parave kesh në krizat e fundit, duke përfshirë pandemin, pushtimin rus të Ukrainës, ndërprerjen e energjisë elektrike në Iberi në prill 2025 dhe krizën e borxhit sovran në Greqi. Institucioni thekson rolin e bankave qendrore dhe sektorit privat në sigurimin e një furnizimi të fortë me parakesh. Sipas studimit, parat kesh janë i vetmi detyrimi bankës qendrore i disponueshëm drejt për të gjithë dhe luajnë një rol jo vetëm në transaksionet e përditshme, por edhe si një shtyllë themelore stabilitetit ekonomik dhe besimit publik. Për të dhënë një shembull konkret, deri në fund të vitit 2020, emetimi neto kumulativ i kartmonedhave në zonën e euros ishte rritur me mbi 140 miliard euro. Një efekt i ngjashëm u pa me pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Në vendet që kufizohen me të dy vendet, lufta çoi në një rritje prej rreth 36% të emetimit mesatar neto ditor të kartmonedhave gjatë muajit të parë. Menjëherë pas fillimit të konfliktit, emetimi neto ditor dhe vendet e prekur arriti një kulm prej rreth 80 milion eurosh në një ditë të vetme në fund të shkurtit 2022. Të gjitha këto episode të ndryshme krize nxjerrin në pas se dobia e parave kesh intensifikohet ndjeshëm kur stabiliteti kërcënohet, pavarësisht nga natyra ose shtrirja gjeografike e tronditjes apo shkalla e digitalizimit, paralajmëron studimi. Në përgjithësi, këto raste nxjerrin në pa një trend të rëndësishëm në kohë stresi akut, publiku shpesh i drejtohet parave kesh fizike si një mjet i besueshëm për ruajtjen e vlerës dhe një mjet elastik pagese, duke theksuar rolin vendimtar që luan përtej komoditetit të tij për përdorim të përditshëm.